Policia Komunale e Ulqinit mirëpriti kolegët nga Policia Komunale e Tuzit, të cilët do të qëndrojnë në Ulqin për 3 ditë në kuadër të një vizite pune dhe bashkëpunimi institucional. Gjatë kësaj periudhe, ekipet do të zhvillojnë aktivitete dhe kontrole të përbashkëta në terren, me synimin shkëmbimin e përvojave profesionale, koordinimin e punës dhe forcimin e bashkëpunimit ndërmjet 2 institucioneve. Delegacionin nga Tuzi e priti kryeshefi i Policisë Komunale të Ulqinit Amir Mehmeti, së bashku me bashkëpunëtorët e tij, duke uruar mysafirëve mirëseardhje dhe një qëndrim të suksesshëm në qytetin ton. Takimi shërbeu si një mundësi e mirë për diskutimin e sfidave të përbashkëta, shkëmbimin e praktikave më të mira dhe avansimin e bashkëpunimit në funksion të një shërbimi sa më efikas për qytetarët. Ne marrëdhëniet tona me gjithë kryeshefat apo sekretarët në nivelin e Malit Dizi kemi marrëdhënie shumë të mira, të them me gjithë. Ashtu që me qëse edhe me kolegen nga Tuzi, Robertin, shkëmbym me një ditë një telefonat dhe me telefonoj që a ishte mundshme që të bëjmë një vizit në komunën e Ulqinit për bashkëpunim, të shohë për me pru 3 policë komunal në komunën tonë dhe të dalin në teren të shohit problemet e qytetit tonë, dhe të shkembejnë mendimet të njëri në mjetë policisë të Tuzit dhe policisë së Ulqinit. Cilat janë aktivitetet kryesore që do të realizohen gjatë këtyre 3 ditëve? Kështu do të thotë prej sot kanë fillu me kontrollimin e parkingut të parregullt, hapësirave publike, kontrollin e motorave në trotuar, do të thotë parkimi jo i lejushëm, evidentimi i veturave të palevishme, kontrollimi i hapësires publike dhe në turin e dytë do tjetë edhe orari i punës. Do të thotë sonte do dalin edhe në bashkëpunim me policinë dhe me inspeksionin tonë, do dalin të aksyrin edhe për si mbyllim objektet a respektojnë orarin e punës. Sa i rëndësishëm është shkëmbimi i përvojave mes 2 institucioneve, siç është ky aktual tashmë? Unë mendoj që me të vërtetë është i nevojshëm ka njëherë, sepse çdo ide të një policit të merret nga policion ose prej policit tonë të merret anasjellës, është sepse shkëmbimet dhe mendimet janë të mira për gjithkënd, se nuk jemi të dishëm asnjë, ashtu që mendoj që shkëmbimet dhe në punë janë shumë të nevojshme për të gjithë ne. Çfarë përfitime shpritet të kenë qytetarët nga ky bashkëpunim? Do thotë përfitim, nuk do them një përfitim, por ma tepër është një vizit nga ata se si punohet në komunën e Ulqinit, si punojnë policët tonë, do thotë rrepësia e policit, sjellja e policit do thotë me çdo qytetar të Ulqinit dhe punët që kena që na takojnë me ligj. A planifikoni që bashkëpunimet të tilla të vazhdojnë edhe në të ardhmen sa i përket Policisë Komunale të Ulqinit? Çaj për këtë thash që 3 policë kanë mritur do të thotë sot dhe do të jenë deri të dielën dhe pritet që edhe 3 të vinë javën e ardhshme, njësaj ditën e ejtë deri ditën e dile. Dhe pastaj kam edhe një kërkesë tjetër nga një qytet tjetër, por nuk mund ta them tash, nuk di a do realizohet. Me cilat sfida përballeni më shpesh ju si Polici Komunale me shërbimet në gjatë sezonit veror? Për tani është sfida e hapësirës publike dhe të komunikacionit. Ndërtimi tani është shtyr për 10 ditë, do të thotë deri me datën 10, dhe me datën 10 do të ndalohet ndërtimi në zonën e parë, dhe kurse zona 2 do të shkojë deri me datën 12 ose 13, sepse është edhe vikendi dhe do të shkojnë deri me datën 15.
Cilat praktika nga policia komunale e Tuzit mund të zbatohen edhe në Ulqin, sepse ju së bashku keni pasur edhe një bashkëbisedim dhe me siguri e keni biseduar dhe folur se si punohet në Tuzë dhe si punohet në Ulqin. Çfarë mund të merret nga njëri tjetri për mirë? Mendimi që kena biseduar sot me kolegen Robert është që më tepër aty është ndërsimi të orari i punës, të do të thotë të mbetorinave të errta, ashtu të parkingjet dhe lirimi i hapësirave publike. Si e vlerësoni bashkëpunimin ndërinstitucional në përmirësimin e rendit dhe shërbimeve për qytetarët? Unë thash pak edhe më herët, unë tani jena në prag të sezonit dhe unë apeloj të gjithë nga qytetarët që të mos të parkohen vende pa vend, sepse kemi shumë pak parkingje dhe të them të kemi disa hapësira që kur të vinë turisti mos të bëjmë pengesën e atyre që vinë mysafirëve tanë. Këtë sezon veror 2026, policia komunale do të jetë, nëse mund të them kështu, me rrept në atë aspektin pozitiv për të mirën e qytetarëve dhe turistëve, apo keni ndonjë plan tjetër? Çaj përket turistëve, nuk do të them se do të jemi të rrept, sepse ne turistët i presim me duar hap dhe janë të mirëseardhën në qytetin e Ulqinit. Unë beva dhe apelin më herët, ne do të jemi pak më të kujdesshëm se që ne të mos të veprojmë, që t'ju lëmë mysafirëve të lirë të shijojnë verën apo që vinë për pushime në qytetin tonë. Vizita konfirmon rëndësinë e bashkëpunimit ndërkomunal dhe angazhimin e përbashkët për përmirësimin e rendit komunal, mbikëqyrjes në terren dhe ofrimin e shërbimeve më cilësore për qytetarët e dy komunave.